Emri i Jozmarkut është përfolur së fundmi si një nga opinionistët e mundshëm të Big Brother VIP Albania Fan Club, mirëpo vetë ai ka zgjedhur të sqarojë situatën gjatë një interviste ku vendos përballë pyetjes së drejtë për drejtë. Në vend të një poje të prerë, Jozmarku dha një përgjigje që vetëm sa shtoi më shumë kuriozitetin rreth rolit të tij në Fan Club. Burime dhe suksese për kolege, edhe jam edhe s'jam. Akoma nuk kam firmosur ndonjë kontratë. Po, më mirë, pyeteni Franceskën, sa ai duke ju referuar Francesca Moratit, e cila tashmë është konfirmuar si opinioniste e programit. Deklarata e tij të nënkuptohet se bisedimet mund të jenë në zhvillim, por asgjë nuk është finalizuar zyrtarisht. Ndërkohë fansat në rrjetet sociale kanë nisur të spekulojnë se formati mund të sjellë këtë vit një panel më të fortë dhe më dinamik, duke kombinuar opinionist me eksperjenca dhe karaktere të ndryshme. Me nisjen e Big Brother VIP Albania që po afrohen me shpejtësi, publiku mbetet në ankth për të mësuar se kush do të plotësoj panelin e opinionistëve në Fan Club, ndërsa Francesca tashmë është e konfirmuar. Statusi i Jozmarkut vetë fezur, duke bërë akoma më intriguese pritjen e njoftimeve zyrtare nga produksioni. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.